Bibla, libri i shpërndar më shumë se asnjë libër tjetër në përbot, por ndoshta më pak i lexuari ose më pak i kuptuari. Në fakt, Bibla ka të vërtetën e jetës, por njerëzit nuk e kanë kuptuar për shumë arsye. Së pari, sepse kisha e ka mbajtur për vete librin dhe i ka shpërndar njohuritë e tij vetëm nëpërmjet klerikëve. Populli vet nuk ka arritur ta lexojë vetë Biblën, aq më tepër që analfabetizmi ka qenë në masë dhe jo të gjithë njerëzit ishin aq të ditur. Me kalimin e kohës, vetdia tek njerëzit u rrit edhe më shumë dhe pastaj njerëzit filluan ta lexonin vetë Biblën. Por përsëri nuk e kishin kuptuar mirë, sepse gjithë mësimet prej saj i morën nga klerikët. Edhe klerikët vetë nuk e kanë kuptuar Biblën, kështu që ata kanë shpërndar vetëm interpretimet e tyre dhe jo ato që në të vërtetë Bibla thotë. Prandaj njerëzit nuk kanë faj, sepse ashtu është rrënjosur mësimi i saj. Në fakt, Bibla është libri i jetës, është me të vërtetë, por njerëzit nuk e kanë kuptuar. Shkenca nuk e llogarit fare, por në fakt shkenca nga ajo duhet të fillojë, sepse Bibla ka kronologjinë e ngjarjeve të ardhjes së njeriut në tokë. Por çdo të thotë të vijë njeriu në tokë, ku ishte ai përpara se të vinte në tokë? Në sakt çfarë ishte dhe cila është natyra e tij? Njerëzit sa vinë e më shumë po kërkojnë arsyeën, qëllimin e jetës, arsyeën e ardhjes në tokë dhe pse jetojmë në fundit. Së pari dua t'ju sqaroj se nuk është qëllimi im të merrem me mësime fetare, madje unë kam qenë gjithmonë dyshuese dhe nuk e quaja dot veten as teiste as ateiste. Nuk po anohesha dot në një mënyrë vendimtare. Qasja ime ndaj Biblës filloi kur kuptova se gjuha shqipe ishte shumë e lashtë dhe për ta vërtetuar këtë do të më duhej të lexoja Biblën si një libër ku ekzistonte mundësia për të gjetur ndonjë fjalë shqipe. Kështu mund të vërtetonim dashtësinë, por edhe misticizmin e saj. Ka një sekret që i lidh të dyja së bashku dhe këtë do t'ua them hap pas hapi. Tema është shumë e komplikuar dhe paksa e vështirë për të perceptuar për shkak të koncepteve të gabuara që kemi mësuar deri tani. Prandaj unë ju ftoj të më ndiqni me kujdes, ndoshta i afrohemi të vërtetës 100%. Njeriu duhet të jetë gjithmonë dyshues. Është kaq ironike të mendosh që njeriu edhe pse realizohet në jetë, gjithmonë ka diçka që do t'i mungojë. Njeriu lind, kalon fëmijërinë, adoleshencën, shkollohet, fillon një punë për mrekulli. Martohet, bën fëmijë, rrit fëmijët, ha, pi, siguron të ardhmen për mrekulli. Pastaj, mbase pyet sërish, vetëm kaq është jeta? Por që të kuptohet këtë dilemë, njeriu t'i duhet çelësi i zbërtimit të ekzistencës, e cila në fakt është gjuha që flasin. Por gjuha pa përvojë, pa histori të lënë mbrapa në kohë, nuk mund të zgjidhë gjë. Prandaj unë thash të kërkoja një herë në librin më të famshëm të kohërave dhe ironikisht më të palexuarin dhe më të pakuptuarin ndonjëherë. Më vjen keq që ndoshta dikush nga ju që është besimtar dhe do ta dëgjojë këtë material, do t'i shembet dogma që ka mësuar deri tani nga feja, por unë kam vendosur të them të vërtetën. Dhe jo se e them unë, e vërteta është e shkruar në Bibël, por thjesht është keq kuptuar. Kam dëgjuar shumë studiues të zellshëm të cilët flasin për Biblën, si për shembull Bibla nuk flet për Zotin, dhe nënkuptojnë se Bibla flet për alien. Ndoshta e keni parasysh se po kë e kam fjalën. Po, ai italiani është, por në fakt nuk është ashtu. As ai nuk ka gjetur të vërtetën. Edhe ai e ka lexuar Biblën siç thot, literalisht, pra fjalë për fjalë, madje nga hebraishtja e vjetër, duke pretenduar se pas shumë përkthimeve dhe ribotimeve në mbar botën e në shumë gjuhë, ajo mund të ketë kaluar në gabime të pafaqme. Për shembull, zvendësimi i fjalës Elohim me fjalën Zotat, që sipas tij kjo është e gabuar, sepse fjala Elohim nuk nënkupton Zotat, por e lë ashtu të papërkthyer, sepse asaj nuk i është dhënë deri tani një shpjegim shtërues. Po kështu ai përmend edhe një fjalë tjetër, kavod, prej së cilës nënkupton se bëhet fjalë për një objekt rrotullues, ashtu siç njohim ne sot objektet UFO, pra objektet fluturuese të pa identifikuara, që na çon sërish të mendojmë se bëhet fjalë për alien. Por në fakt nuk është kështu. Këtu na vjen në ndihmë gjuha shqipe, por këto terma do t'i shpjegojmë hap pas hapi sipas paragrafeve përkatës, që të mos lëm bën për dyshime. Kështu ai ka arritur të ketë rreth 300.000 ndjekës, që janë shumë, prandaj ky është qëllimi im, të zbardhim të vërtetën me pak zhurrim. Tani njeriu pyet veten, si mund të vijë njerëzimi vetëm nga dy njerëz, Adami dhe Eva? Si mundet? Po ja, këta lindën dy djem, Kaini dhe Abelin. Po pastaj, këta si u shëmuan, me kë u shëmuan,
Vetëm kaq mjafton që njeriu të ngrej dyshime mbi kuptimin e zanatimit të shkruar në Bibël. Okej, pikërisht prej kësaj shkencëtarët apo shumë njerëz të tjerë, studiues apo ateist, e kanë shmangur fare Biblën dhe janë marrë me teori të tjera dhe shumë mirë kanë bërë sepse njeriu duhet të ngrejë dyshime dhe të zbulojë gjëra të reja. Por në fakt këtu qëndron, si të themi, hilja ose mashtrimi i teksteve biblike, që njeriu të mos e marrë vesh të vërtetën menjëherë. Pra, të mos e marrë vesh të vërtetën shpejt, jo të mos e marrë vesh, por të mos e marrë vesh të vërtetën menjëherë. Pra, në hapat e parë të leximit të saj. Kjo e ka një arsye, dhe arsyeja është shumë madhore dhe është, si të thuash, më shumë filozofike se sa racionale. Është filozofike, gjithçka është filozofike, dhe kjo ka të bëjë me natyrën njerëzore. Kështu është ndërtuar njeriu, sepse ashtu ka qenë gjithmonë. Por zanafilla dhe shumë kapitull të tjerë të pakuptuar kanë bërë që njerëzit të shmangen fare nga leximi i Biblës, sepse aty gjendet e vërteta. Dhe ku gjendet e vërteta, njeriu nuk duhet të jetë aty, përndryshe shembe sistemi. Njeriu nuk duhet të marrë vesh të vërtetën kaq shpejt, kështu që le të studiojë gjërat jashtë Biblës dhe jashtë vetes së tij. Në fakt, njeriu e ka të vërtetën brenda vetes së tij, por atij i është mësuar që duhet të shohë gjithmonë larg vetes së tij, jashtë tij, lart në qiell, nëpër libra shkencore se jo, nëpër konspiracione të tjera, nëpër alien, nëpër kudo, por vetëm tek njeriu vet, jo. Ah, se harrova. Edhe shoqëritë sekrete, okulte, të cilat seç kanë një teori që dikush mund të marrë pjesë në këto shoqëri përmes dikushteve, të jetë intelektual dhe të besojë në diçka më të madhe se vetja e tij, qoftë ky Zot, arkitekti i gjithësisë apo një fuqi e mbinatyrshme. Njeriu i është mësuar që duhet ta kërkojë çdo gjë jashtë vetes së tij dhe jo tek vetja e tij. Në fakt, pikërisht që këtu fillon mashtrimi i parë. Përse të shikosh jashtë vetes tënde, kur mund të shikosh brenda teje, duke filluar që nga ana fizike, shpirtërore e deri tek ajo mendore. Përse mendojmë kështu? Përse jeta është ndërtuar e tillë? Përse Zoti deshi që njerëzit të luftojnë? Përse nuk ka paqe në botë? Përse do ai që njerëzit të vdesin? Përse Zoti është kaq i pamëshirshëm të ndërtojë një botë me njerëz që më shumë kanë ndërtuar luftra sesa paqe? Përse? Pikërisht sepse ndodhin gjëra të palogjikshme, njeriu duhet të pyesë veten dhe të kërkojë tek vetja, përse ishte kjo mënyrë kaq e domosdoshme, kaq e nevojshme që jeta të kishte kuptim. Dhe në fakt, a ka kuptim? Prandaj, këto janë pyetje që mbase çdo njeri i bën, por pastaj rutina e përditshme bën që t'i lërë në harres. Këto në fakt nuk janë tema që përkasin çdo lloj karakteri. Më vjen keq të jam e sigurt që në qasje jemi pak persona, por ata pak që jemi le ta shpërndajmë informacion me miq të tjerë të ngjashëm, pastaj secili me intuitën e tij do të vendos vetë nëse është e drejtë apo jo. Realiteti është shumë shkënjyes, por ka një arsye për këto, dhe siç e thash në fillim, arsyeja është filozofike. Ka 3 kategori njerëzish: teistët, të cilët besojnë tek Zoti, duke e marrë dijen shablon përmes priftit, hoxhës, Biblës, Kuranit, kishtës, xhamis, apo edhe feve të tjera. Kategoria e dytë, ateistët, ndërkohë që të parët besojnë tek Zoti, se Zoti ka krijuar gjithësinë dhe njeriu, por Zoti përgjendet lart në qiell, kurse njeriu poshtë në tokë. Kategoria e dytë, ateistët nuk e besojnë fare se ka një Zot dhe nuk e di se si e besojnë se si është krijuar bota, njeriu. Dhe kategoria e tretë janë ata që ndodhen disi në mes, pra e dinë se ekziston një Zot, të cilin e quajnë një fuqi të mbinatyrshme, pra një lloj intelegjence që ka krijuar gjithësinë, por që nuk ka nevojë për një klerik ndërmjetës, por besojnë në një kuptim vertikal shpirtëror. Ndërkohë që, sikur t'ju kujtoja një këngë që është kënduar herët në mos gaboj në vitet 90. Pra po sikur Zoti të ishte një nga ne. Kështu që këtu fillon historia. Në fakt Zoti është një nga ne. Zoti është njeriu. Të shumtëve mund t'ju duket e çuditshme ose çmenduri, por këtë e thot Bibla, thjesht ne nuk e kemi kuptuar. Ne nuk e dim sepse neve na është mësuar që të shikojmë Zotin larg nesh, jashtë nesh, lart nesh. Në fakt Zoti është njeriu, vetëm se ne po jetojmë në një lloj gjendje tjetër, në anën tjetër të medaljes, pranë atë që quhet materie. Aspekti dual i natyrës gjendet kudo. Mjafton të shihni pemët, qethet, tamaret e gjakut, ndarjen e një qelize, si fillim në dy e të tjera, apo edhe perceptimin e natës ditës, të mirës të keqes, e deri tek natyra njerëzore mashkull-femër. Dualiteti është formula e ekzistencës në rrafshin material. E ka thënë shumë saktë Descartes, dyshoj pa ekzistoj. Pra më e thjeshtuar, faktin që shohim dy,
pasqyron ekzistencë. Përndryshe do të thuaj se jemi ekzistencë, por nuk jemi koshient se jemi ekzistent. Prandaj nevojitet ndarja në dy pjesë në çdo aspekt të jetës. Se si ndodh kjo, është e shpjeguar në Bibël, por siç ju thash, kjo është keq kuptuar. Pra, nuk është se unë po ju them në një gjë nga vetja. As nuk kam parë ndonjë ëndër, as nuk kam dhunti paranormale, por thjesht e vërteta e Biblës është e kamufluar përmes emërtimit me emra njerëzish të dukurive kozmike. Unë thjesht e kam kapur këtë hile dhe vendosa ta ndaj me ju. Për këtë e kam rilexuar Biblën, më besoni, mbi 5 herë, sidomos disa pjesë shumë të rëndësishme, vetëm për të bindur që nuk isha gabim. Sekreti për vërtetim është gjuha që flasim. Vetëm ajo, shqipja, i shpjegon termat e përdorur në Bibël dhe Bibla ka terma shqip pafund në të. Nuk është çudi që dukurive më të rëndësishme, narrativa biblike, u ka dhënë shpjegime shtesë, për shembull Eva u quajt kështu sepse u bë nëna e të gjithë gjallëve, ose Mojsiu u quajt kështu sepse u nxor nga uji, e të tjera. Pikërisht kuptova se duhet të merrni një mesazh dhe në vazhdim me emra të tjerë të përdorur, duhet të përdorja të njëjtën mënyrë. Sado që Bibla është përkthyer në shumë gjuhë, nga shumë duar, shkruar e rishkruar dhe nuk e di nëse dikush ka vënë dorë në të, por edhe sikur ajo përsëri nuk e ka humbur thelbin dhe arrihet të gjendet e vërteta edhe kështu si është. Madje do të thosha, është fat që në një farë mënyrë nuk ka mundur njëri ta prek në pikat më kulmore të saj, për arsyeën e thjeshtë sepse ajo nuk është kuptuar fare dhe kur nuk e di rëndësinë e asaj që po lexon, nuk të ngacmon të trillosh kurthe për njerëzimin. Termat janë pothuaj në shqip, pavarësisht se nuk kuptohen kështu në pamje të parë, sepse e pa kuptuar perceptimin ose konceptin kozmik dhe se si është zhvilluar njeriu, materia, universi, çdo gjë, pra pa ndërruar mentalitetin e deri tanishëm, nuk mund të kuptohet sa hapen mbyll syt. Më besoni që çdo gjë është shkencore. Thjesht kjo lloj shkence është shkruar me narrativë poetike apo filozofike. Është një lloj si të shpjegosh tani fizikën kuantike përmes një poezie apo proze filozofike. Unë nuk e di nëse ka persona të tjerë që kanë arritur në këto lloj përfundimesh, por deri tani nuk kam hasur. Dhe të mendosh që popujt marrin mësime fetare të gabuara me ose pa dashje nga klerikët që as vetë nuk kanë kuptuar botën. Por mua më vjen keq për popullin tonë, shqiptar, sepse klerikët që e fusin popullin tonë në një drejtim krejt të gabuar, kanë më shumë ndjeksa se sa një kërkues shkencor, duke e zhytur njerëzimin edhe më thellë në një ignorancë të pafaqshme. Shqipëria ka rënë në një ignorancë totale dhe jo vetëm nga klerikët, por edhe nga ata që drejtojnë, por edhe nga ata tash të quajtur akademik shkencor, të cilët nuk pranojnë që tua prekësh gjuhën shqipe, sepse është pronë e tyre dhe ju e kuptoni vetë. Dhe në fund dalin edhe konspiracionistët, të cilët edhe këta e fusin popullin në një drejtim të gabuar, po aq të gabuar sa edhe klerikët vetë. Kështu që populli shqiptar ka rënë në një mjerim të vërtet, fatkeqësisht. Si të mos nervozohesh kur mëson se ke gjuhën më të vjetër në botë, më saktë gjuhën e vet universit, dhe të ndërtosh xhami apo kisha në vend të ndonjë institucioni shkencor, apo të bësh kërkime jo vetëm mbi gjuhën, por në sajt të termave të gjuhës shqipe të bërë zbulime edhe në fusha të tjera, fat që jo të gjithë popujt e kanë, është një fatkeqësi e madhe. Nga kurioziteti i tepërt, kam studiuar vazhdimisht për këtë temë dhe shoh mënyrën se si punojnë studiues të tjerë alternativ të huaj, të cilët janë shumë më të zellshëm për ta gjetur të vërtetën. Këta shkojnë ose tek piramidat e Egjiptit, ose tek mitologjit, sidomos ajo sumere, kuptohet. Dhe ajo që kam në re më së shumti është se duke qenë se kultura më e lashtë dokumentuar është kultura vedike, që përkon me gjuhën sanskrite, duke shpresuar se aty do të gjejnë ndonjë sekret, por në fakt sekreti është më afër se sa ata e mendojnë. Të gjithë nisën të etimologojnë nga gjuhët sanskrite, hebreje, greke, e lashtë apo latine, dhe bëjnë interpretime përkatëse. Pra, të gjithë etimologojnë. Po përse etimologojnë? Pra kjo tregon që sekreti gjendet në fjalë, ndërkohë që akademikët tanë e kanë tabu etimologimin në gjuhën shqipe. Mirëpo të gjithë termat që nxjerrin këta studiues nga skutat e lashta, termat origjinal të miteve që ata gjejnë, nëse i analizon në formën rrokore apo edhe llojin e perceptimit të fazës historike në të cilën datojnë, për çudi ato marrin kuptim në shqip. Shkenca së fundmi po provon gjithnjë më tepër se gjithësia është një formë inteligjence në formë koshenciale. Kështu që në fillim të kohërave, inteligjenca kolektive koshenciale në gjithë rrezullin ka punuar pothuaj një lloj.
Prandaj ajo e ka lënë të pasqyruar veten nëpër mite dhe legjenda. Prandaj çdo gjë që ngjelet e thënë nga këto të fundit janë fenomene që kanë shoqëruar kosciencën njerëzore që nga fillimi i kohërave deri sot, duke dashur të përcjellin mesazhe që nuk janë kuptuar. Pra ajo që është e vlefshme, që është shumë e rëndësishme, ajo ngelet dhe përcillet gojë më gojë, mendje më mendje dhe brez pas brezi. Dhe ngelet e gjallë sepse është e rëndësishme për të ngelur, që të na shërbejë sot për të gjetur ato që duhet patjetër ta dimë, të vërtetën universale. Në këtë kuptim, duhet të besojmë se bota ka ardhur me simbole, të cilave ua kemi harruar kuptimin. Prandaj gjërat duhen parë në një lloj këndvështrimi ose me një lloj ndërgjegje ose vetë dijesimi, të ndryshëm nga ai që ndoshta jemi mësuar deri tani. Prandaj them që njeriu duhet të ngrej gjithmonë dyshime, por sekreti për këto zbulime është gjuha që flasim, pra gjuha shqipe. Jemi me fat që flasim gjuhën që zbërthen gjithë universin që nga fillimi i kohërave deri më sot. Akademikët kujtojnë se gjuha shqipe e sotme nuk mund të shpjegojë terma të mitologjive që konsiderohen shumë të lashta për të shpjeguar me tingujt e sotëm, pra që nuk mund të perceptohet një term i sotëm me një të atyre kohërave. Mirë po, ujit, për shembull, uji është thënë edhe atëherë, është thjesht një rrokje, uj. Po kështu është edhe e kundërta. Një fjalë e re nuk mund të shpjegohet nga shqipja për arsye se nuk është prodhuar nga një shkencëtar shqiptar, si për shembull fjala kompjuter, që është një fjalë e kohëve moderne, dhe si mund të pretendojmë se gjuha shqipe mund të zgjidhë etimologjinë e fjalës kompjuter, se nuk është se kompjuteri është shpikur për herë të parë nga shkencëtarët shqiptar. Kështu që është pak e çuditshme, por në fakt gjuha shqipe e shpjegon edhe këtë fjalë, por megjithatë nuk do të ndalen tani sepse është herët. Ideja është që duhet të kuptojmë mënyrën se si punon gjuha. Gjuha është inkoshienti jon, prandaj termat që përdorim janë tashmë të rrënjosur në inkoshientin ton dhe në momentin dhe në vendin e duhur ajo shfaqet e thuhet si një zbulim i radhës. Duhet të dini që është gjuha një herë, pastaj njeriu. Ajo i ka lënë termat gati. Pra ne i themi termat sepse na flet inkoshienti jon. Pra inkoshienti e ka gjuhën. Njeriu lind me gjuhën brenda vetes të mbartur në ADN, sepse siç ju thash më herët, është gjuha një herë, pastaj njeriu që e përcjell atë. Me pak fjalë, mund të themi se ajo që shkencëtarët sot po e quajnë inteligjencë kozmike universale që organizon çdo gjë, është ky lloj inkoshienti që i manifeston vetveten përmes gjuhës që flasim. Tingëllon pak çuditshëm, por kështu është. Prandaj akademikët tanë, por edhe në përbot, nuk e kanë idenë që nuk fillon etimologjia duke bërë krahasime të termave në disa gjuhë që konsiderohen të ngjashme metoda krahasimore. Jo se nuk kanë rëndësi edhe krahasimet, por pa bërë lidhjen me simbolin primordial për katës, pra pa shkuar edhe një herë në ato që dikur ka qenë koshienca një, pra qenia e vetme para se njeriu të jetë ky që duket sot, është e kotë. Pra fakti që në Shqipërinë e sotme nuk ka dëshmi shkrimore arkeologjike që të vërtetojë një shkrim të vjetër duke pretenduar kështu se nuk kemi ne të parë të drejtë të etimologojmë një fjalë të vjetër, nuk tregon se gjuha shqipe nuk është çelës për zbërthim, por në fakt është e kundërta. Kodi i zbërthimeve fshihet në gjuhën shqipe. Gjuha është para njeriut, ajo e ka lindur njeriun, pra njeriu është mjeti shprehës i gjuhës, por dikur ajo ishte një e vetme, tani është ngatërruar në shumë tinguj, në shumë popull. Si ka mundësi të ndodhesh kaq afër dy popujve të lashtë, latin e grek, të kesh një gjuhë kaq të veçantë e së fundmi e zbuluar shkencërisht edhe mbi 7000 vjeçare, pra e folur e pandërprer, e të mos konsiderohesh fare duke ditur që populli ynë mbart ndër shekuj disa tradita kaq të mirë organizuara, të cilat kërkojnë shumë kohë të konsolidohen, çka tregon gjithashtu një lashtësi të ekzistencës. Kjo për fajt të akademikëve tanë që nuk e shesin gjuhën tonë si të tillë, si të lashtë, se ata nuk e kanë studiuar fare, por nuk e kanë fare idenë se gjuha nuk është thjesht një mjet komunikimi e denjë vetëm për të parë si lëndë shkollore, ku drejt shkrimi apo e folura drejt ka rëndësi dhe jo si shkencë më vete multidisiplinare. Gjuha është vetë Zoti, ajo ka prodhuar. Prandaj Bibla nis e para ishte fjala. Që këtu njeriu duhet të ngrej dyshime, si është fjala e para. Por fjala është mendim, mendimi është koshiencë, e këto së bashku janë një asgjë që nuk duket, por që ndërtojnë gjithësi. Kur njeriu nxjerr fjalën, njeriu t'i ka folur ndërgjegja e tij. Kështu që kuptoni se gjërat janë të lidhura përmes gjuhës. Mirë po që të vërtetojmë këto gjëra,
na duhen mitet dhe librat e shenjtë, Bibla dhe Kurani, sepse siç thash më herët, gjërat që janë përhapur në masë, që kanë një ndikim të madh në popull, kanë një të vërtetë brenda, e cila duhet studiuar që të nxjerrin thelbin, pra rrënjën, ose më shkurt mund të themi, çka vlon, vlen. Kështu në vazhdim do të marrim hap pas hapi paragrafet e Biblës, mitet, qoftë tonat, qoftë ato në përbot, do të bëjmë krahasime përkatëse me realitetin që të nxjerrim të vërtetën ashtu si duhet. Deri atëherë ju uroj ditë të mbara dhe mos harroni të abonoheni që të mos humbisni dijen e vërtet universale që vetëm gjuha di ta fal.